Përshëndetje, ju uroj mirëseardhje në hapësirën informative në RTS Gjirokanstra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Kryeministri Edi Rama deklaroi se Shqipëria ka arritur të bëhet lider në rajon për modernizimin e prokurimeve publike, sipas raportit të Sigmas. Ai vuri në dukje se vendi ka kaluar një ndryshim të madh dhe se ky progres duhet të theksohet më shumë veçanërisht në një klim të elmuar nga politika. Deklarata u bën gjatë aktivitetit për 30 vjet prokurime publike, Shqipëria lider rajonal në modernizim. Ministri i Bujqësisë Andi Salla zhvilloi një bashkëbisedim në Imar me operator turistik, fermer dhe biznesin lokal për zhvillimin e zonës. Ai theksoi se Imara ka potencial të madh si në turizëm ashtu edhe në bujqësi. Salla u shpreh se në strategjinë Bujqësia 2030 prioritet mbetet forcimi i prodhimit vendas, siguria ushqimore dhe zhvillimi i zonave rurale. Labova e kryqit një nga fshatrat më të veçantë të Libohovës, po të rej turistë huaj dhe këto ditë të ftohta dhjetori, fal natyrës, historisë dhe arkitekturës tradicionale që ajo ka. Banorët ruajnë traditat, jo vetëm në kulinari, por edhe në mikpritje, ndërsa rritja e vizitorëve ka nxitur restaurimin e shtëpive dhe hapjen e bujtinave. Fshati po kthehet në një destinacion turistik ku tradita dhe zhvillimi ecin dorë për dorë. Tepelena, Saranda dhe Imara janë ndriçuar nga dritat festive duke hapur zyrtarisht atmosferën e festave të fundvitit. Sheshet dhe bulevardet kryesore të këtyre qyteteve janë transformuar në një mozaik ngjyrash me pemën gjigande të festave dhe dekorime të reja. Ju njohim tani më gjerësisht. Kryeministri Edi Rama deklaroi se Shqipëria ka arritur të bëhet lider në rajon për modernizimin e prokurimeve publike, sipas raportit të Sigmas. Ai vuri në dukje se vendi ka kaluar një ndryshim të madh dhe se ky progres duhet të theksohet më shumë veçanërisht në një klim të elmuar nga politika. Deklarata u bën gjatë aktivitetit për 30 vjet prokurime publike, Shqipëria lider rajonal në modernizim. Kryeministri Edi Rama deklaroi sot se procesi i prokurimeve publike në Shqipëri do të transformohet rësisht përmes inteligjencës artificiale, duke reduktuar ndjeshëm ndërhyrjen njerëzore. Gjatë aktivitetit 30 vjet prokurime publike, ai tha se vendi po hyn në një fazë të re teknologjie që synon në rritjen e transparencës dhe uljen e gabimeve apo abuzimeve. Ne po e vazhdojmë reformën sepse duam të shkojmë jo vetëm më larg, po duam të shkojmë aq larg sa na çon bekimi i sotëm i teknologjisë dhe inteligjencës artificiale në të veçantë, që janë realisht dhurata të një kohe të re për vende si yni, ku gjithë pravëmbetja e shkaktuar nga historia mund të kapërcehet me fuqinë e progresit eksponencial që t'jep pikërisht teknologjia. Sot ne jemi në një proces të avancuar për të kaluar të gjithë procesin e prokurimeve në duart e inteligjencës artificiale me një përqindje shumë të lartë të procesit që nuk përfshin njeriu. Ndalur te debati mbi përdorimin e inteligjencës artificiale në prokurorimet publike, Rama kundërshtoi shqetësimet se algoritmet mund të manipulohen nga njerëzit. Sipas kryeministrit, diella nuk do të operojë në mënyrë të pavarur apo të pakontrollueshme, por çdo veprim i saj do të jetë i dokumentuar dhe i hapur për verifikim nga aktorët e interesuar. Ajo që është shumë e thjeshtë për t'u shpjeguar është fakti se diella nuk do të veproj në mënyrë totalisht të pavarur nga sytë e të gjithë aktorëve të interesuar, por do të jetë në çdo hap e auditueshme nga çdo aktor i interesuar. Sepse i gjithë procesi i cili do të zhvillohet përmes rrugëve digjitale dhe inteligjencës artificiale do të jetë sidoqoftë i bazuar në të gjitha kërkesat e ligjit të prokurimeve për sa i përket dokumentacionit përkatës.
Dhe do që do doj ta rishikoj manualisht me syt e njeriut procesin, do të ketë mundësin të bëj këtë. Dhe kjo do të thotë që asgjë që del nga procesi si rezultat nuk do të jetë e pagjurmueshme në rast nevoje për auditimin e hapave që solën rezultatet. Është shumë e thjeshtë. Dhe në fund fare natyrisht, vendimin përfundimtar për nxjerrjen e një rezultati do ta marrë përsëri Komisioni Përkatës, bazuar në gjitha dhënat që diella do të vërë në tavolinë. Ai shtoi më tej se sfida më e madhe e viteve të fundit ka qenë mungesa e ekspertizës profesionale. Për këtë arsye, Rama theksoi se qeveria ka ndërmarrë një reformë të thellë, duke i zhvendosur të gjitha prokurimet nga ministrit drejt operatorit të blerjeve të përqendruara. Rama theksoi se përdorimi i inteligjencës artificiale synon të rrisë integritetin, efikasitetin dhe profesionalizmin në një sektor ku gabimet shpesh lidhen jo me korrupsionin, por me mungesën e njohurive teknike. Ministri i Bujqësisë Andi Salla zhvilloi një bashkëbisedim në Himar me operator turistik, fermer dhe biznesin lokal për zhvillimin e zonës. Ai theksoi se Himara ka potencial të madh si në turizëm, ashtu edhe në bujqësi. Salla u shpreh se në strategjinë Bujqësia 2030 prioritet mbeten forcimi i prodhimit vendas, siguria ushqimore dhe zhvillimi i zonave rurale. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla zhvilloi një bashkëbisedim në Himar me operator turistik, fermer dhe përfaqësues të biznesit lokal, ku i pranishëm ishte edhe kryetari i bashkisë Vangel Tavo. Gjatë takimit u diskutua mbi sfidat dhe mundësitë e zhvillimit të zonës, ku ministri Salla theksoi se Himara është një nga pasuritë natyrore më të çmuara të vendit, me potencial të jashtëzakonshëm si në turizëm, ashtu edhe në bujqësi. Ministri Salla nënvizoi se lidhja mes këtyre dy sektorëve është thelbësore. Strategjinë tonë Bujqësia 2030 kemi vendosur si prioritet forcimin e prodhimit vendas, rritjen e sigurisë ushqimore, teknologjinë e gjelbërt dhe zhvillimin e zonave rurale në funksion të ekonomisë lokale. Për Himarën, kjo nuk kupton mbështetje për fermerët e vegjël dhe për prodhimet autentike të zonës, nxitje të agroturizmit, të diversifikimit të aktiviteteve rurale, investime në ujitje dhe infrastrukturë bujqësore dhe bashkëpunim më të ngushtë mes bashkisë dhe prodhuesve. Sfida jonë për 2026 është t'i kthejmë këto mësime në politika konkrete që i shërbejnë komunitetit dhe ekonomisë lokale. Ministri Salla shpreu bindjen se Himara me potencialin e saj të jashtëzakonshëm dhe me vizionin që po ndërtohet bashkë me aktorët lokal, do të vazhdojë të jetë një shembull i zhvillimit të qëndrueshëm në vend. Në qarkun e Gjirokastrës është shënuar një rritje ndjeshme e kontributeve vullnetare në sigurimet shoqërore. Për periudhën janar-dhjetor të këtij viti, specialistët pranë Drejtorisë së Sigurimeve Shoqërore konsiderojnë këtë një tregues pozitiv të ndërgjegjësimit qytetar, veçanërisht nga ana e emigrantëve dhe të vetë punësuarve në bujqësi. Derdhja e kontributeve vullnetare në qarkun e Gjirokastrës nga janari e deri tani ka shënuar rritje nga ana e qytetarëve. Enkelejda Shkurta, specialiste pranë Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore në Gjirokastër, bëri të ditur se ndryshimi i ligjit 7 për njohjen e viteve të punës para 90-s ka qenë një faktor kyç në këtë rezultat pozitiv. Gjatë këtyre 11 muajve kanë paguar kontributet si të vetë punësuar në bujqësi 2400 qytetarë, ndërsa për sigurimin vullnetar 800 persona. Instituti i Sigurimeve Shoqërore si vjet në muajin mars nxori ligjin 7 ku ndihmoi shumë qytetarë që zbënin kushtin 15 vite për njohjen e periudhave nga mosha 18 vjeç deri në 91 që u prishën kooperativat, ose 92 ndërmarrjet bujqësore dhe deri në 93 që u mbyllën ndërmarrjet shtetërore. Ky ligj i ndryshuar bëri që
të kthehej interesi për të plotësuar periudhën se shmangu gjyqet. Me fjalë, kalvarin e gjatë të gjyqeve, se su dilnin periudhat për arsye të ndryshme të kohës së punës, të kohën e monizmit, bëri rizgjimin. Ky rizgjim bëri që në kontribute interesi të jetë më i lartë për të plotësuar të paktën 15 vitet që u duhet kushti minimal për të hyrë në skemën e pensioneve në Shqipëri. Ndërkaq edhe marrëveshja me Italinë bëri që emigrantët të përfshihen gjithnjë më shumë në skemën e sigurimeve shoqërore. Interes tjetër ka pas dhe nga emigracioni, sidomos marrëveshja me Italinë. Marrëveshja me Italinë bëri që periudat që kishin bosh pa plotësuar në Shqipëri, i rizgjoi dhe i solli për të plotësuar atë kohë të nevojshme që u duhej për të përfituar një pension dinjitoz në Itali. Në drejtorinë e sigurimeve shoqërore po vjon edhe aplikimi online që ju mundëson qytetarëve të kryejnë veprime dhe të marrin informacion pa qenë nevojshme të paraqiten fizikisht pranë sporteleve. Institucionet e arsimit parashkollor në Gjirokastër ofrojnë të gjitha kushtet për mbarvajtjen e procesit mësimor. Së fundi, Bashkia në Kopshte ka shtuar edhe një tjetër shërbim, atë të fjetjes për ata vogëlush që prindi s'ka mundësi t'i marrë pas konsumimit të drekës. Kopshtet që funksionojnë me drek në Gjirokastër pajisen me krevat. Nuk është një shërbim që hyni plot në këto institucione arsimore, por për ata fëmijë që gjatë procesit mësimor duan të qetësohen apo ata që pas dreke prindi nuk ka mundësi t'i marrë. Për sa i përket kopshtet dhe qere, ne kemi vendosur një sistem tjetër që fëmijët në orarin e drekës mund edhe të flenë gjumë. Pas ngërrinës të drekës dhe prindit i marrin kur të kenë qef ata deri në orën 4. Fëmijët janë të siguruar me ngroje, me të gjitha, me kuverta, me krevate, me batanije, që asnjë gjë nuk do të mungoj deri në ardhen e prindit. Në ky shërbim është vendosur në gjitha qerdhet që funksionojnë, po edhe në për kopshte. Ne u ndalëm në kopshtin numër 1, apo siç një ndryshe fluturat, ku drejtoresha Fatbarda Gjuvani thotë se në funksion janë vendosur vetëm 3 krevat. Kopshti kishte kërkesa nga ana e prindërve, vetëm për grupin e parë, deri tani vetëm për grupin e parë, dhe numri i fëmijëve që flën gjumë është 3. Çdo prind në qoftë se ka nevojë, ka ndonjë problem apo nuk mundet dot që të vi ta marrë në orarin e caktuar, fëmijën mund ta lërë edhe për gjumë. Ose kur shikojmë gjatë veprimtarive, një fëmijë nuk mundet dot që të ka luhatje, do më thënë i vjen gjumë, apo është i lodhur, apo diçka tjetër, kërkon që të floj, atëherë krevatet janë gati dhe fëmija është i qetë dhe i relaksuar. 460 vogëlush frekuentojnë këtë vit mësimor kopshtet e çerdhet që funksionojnë në Gjirokastër. Të gjitha këto godina ofrojnë për fëmijët dhe edukatorët kushte normale fizike, ndërkohë që janë pajisur me gjithë bazën e nevojshme materiale dhe didaktike. Rastet e sëmundjeve kardiovaskulare poriten tek të rinjt e Këlçyrës. Sipas mjekëve të qendrës shëndetësore në Këlçyrë, shkaqet kryesore lidhen me stresin dhe keq ushqyerjen, ndërkohë që këto raste po zbulohen vetëm pas kontrollit të bazë mjekësor. Mjekët rekomandojnë kryerjen e kontrollit periodik si thelbësor për parandalimin e komplikacioneve. Sëmundjet kardiovaskulare po prekin gjithnjë më shumë moshat e reja. Mjekja pranë qendrës shëndetësore Këlçyrë, Entela Ibrahimi, bën të ditur se gjatë viteve të fundit është vënë re një rritje ndjeshme e sëmundshmërisë, ndërsa një numër gjithnjë më i madh rastesh zbulohet pas kryerjes së check-upit. Sipas saj, shkaqet kryesore lidhen me stilin e jetesës, përfshirë stresin, ushqyerjen e pashëndetshme, mungesën e aktivitetit fizik e të tjerë. Me bërjen e check-upit në moshën 35 vjeç janë ndërgjegjësuar shumë të rinj të cilët vinë pranë qendrave tona shëndetësore dhe kryejnë check-upin. Dhe check-upi është ai që i orienton për të gjitha analizat biokimike dhe dalin vlera të larta të yndyrnave dhe që aty rekomandohen për tek mjeku specialist. Ka pasur raste që janë kapur dhe kjo është një gjë shumë e mirë dhe ka ndërgjegjësim të kësaj grup moshe, pasi janë shtuar rastet e sëmundjeve kardiovaskulare në moshat e reja.
Mjekja apelon qytetarët të tregojnë më shumë kujdes për shëndetin e tyre. Duhet që të rinjt të jenë sa më largë jetës sedentare, sa më largë pirjes pijeve energjike dhe duhet u bëjmë një apel të rinjve që të merren më shumë me gjëra të mira se sa me përdorimin edhe të substancave të ndryshme, pasi dhe ato ndikojnë shumë keq në këto sëmundje kardiovaskulare. Bluzat e bardha nënvizojnë se kryerja e kontrolleve periodike dhe diagnostikimi i hershëm është kyç për parandalimin e komplikacioneve serioze. Keqpërdorimi i rrjeteve sociale nga fëmijët dhe adoleshentët po kthehet në një shqetësim gjithnjë dhe më të madh, ndërsa kontrolli i përdorimit të telefonit dhe internetit është i vështirë. Prindrit dhe gjyshit thonë se të rinjt kalojnë shumë kohë online dhe janë të ekspozuar ndaj rreziqeve digjitale, ndërkohë që dyshojnë se ndryshimet ligjore do të sjellin rezultate të dukshme për të frenuar këtë fenomen. Qëndrimi i fëmijëve me orë të tëra në telefon dhe përdorimi jashtë kontrollit të rrjeteve sociale është shqetësim gati për çdo familje, për prindër dhe gjyshër edhe në Sarand. Gjyshër dhe prindër pohojnë se dhënia pas përdorimit të telefonit për disa orë në ditë i bën fëmijët të shkëputur nga jeta reale, të heshtur dhe të ndikuar nga informacioni që shpesh ju shkon si virus që infekton formimin e tyre. Se pa tolerueshme nga të gjithë prindrit në përgjithësi që shikojmë përdorimin jashtë kriterieve të rrjeteve sociale, sidomos nga fëmijët. Fëmijët i kam mësuar shumë keq me telefon. Edhe fëmijët tuaj, edhe një për mbesa? Po, një për mbesa. Në çmosh janë? Po në 14 vjeç e poshtë. Edhe prapë se ndajnë telefonin nga të? Jo. Po sa orë mund të rrinë në ditë? 7-8 orë në ditë. Po kur vinë atje, o them, lërën mbi frigoriferat. Po dëgjojnë? Po, më të gjemë një. Edhe ullun e këtu. Fëmijët tanë jo, nuk janë aq të apasionuar pas rrjeteve sociale. Edhe më shqetësuese bëhet situata kur ka edhe prindër që shërbejnë si model i keq për fëmijët e tyre në komunikimin e tepruar të rrjeteve sociale. Disa qytetarë thanë se harrimi pas tyre ka sjellë edhe pasoja direkte në punët e ditës në familje. Harrin që na djegin gjellën e nxerët, tiganët nga që harrojnë se merren me këto rrjetet sociale. Pastaj fëmijët duke filluar që nga 2-3 vjeç e lartë pa përjashtim. Bile nuk gjejnë qetësi pa marrë pa shikuar ato. Rrinë bile kur qëndrojmë në shtëpi, bëjmë muhabet tjetër se cili me vete shton telefonin e tij, atë e kanë si program. Në opinionet që japin, nëse përdorimi i rrjeteve sociale për mosha nën 16 vjeç duhet ndaluar me ligj, ashtu si në Australi, qytetarët janë të ndarë. Disa mendojnë se ligjvënësit do të bënin më të mirën me këtë ligj, të tjerë shprehin rezerva që lidhen me kushtet tona, ndërsa një kategori tjetër thonë se jo ligji, por edhe familja e shkolla duhet ta luftojnë më shumë e më mirë këtë virus të fëmijët nën 16 vjeç. Varet në pozicion është Australia, e ku jemi ne, në mes të kuja jemi ne, si e kanë mundësin për të ndaluar këtu, a kemi mundësi të ndalojmë ne? Besoj se ndalojmë. Pa mirë është ta kufizojnë. Se mos për moshën në 18 e poshtë. Që duhet bërë me liq në Shqipëri. Nuk duhet. Janë kushtet për ta bërë? Kushtet janë, qas bërë, po doj, po deshi, qas nuk bërë. Duhet bërë pa tjetër, po tani me ligje me ato. Duhet parë se dhe me njerëz bën tani këto gjëra, duhen gradualisht, po do të një farë edukimi, do të një farë mos ndoshta edhe në shkolla duhet futur. Është një diçka që nuk e ashtu dot, nuk e heq dot. Mund ta ndalosh për shembull në shkolla, kështu siç vjen fëmia në shkollë, mos u alon telefonin me vete, gjëra të tilla, ama të heq ato se heq dot. Se heq dot, ajo është pjesë e jetës tyre. E vërteta është që përballë zhvillimeve të teknologjisë, përdorimi i mirë bëhet një sfidë gjithnjë më e vështirë. Kjo mbetet një nga sfidat e mbarëshoqërisë dhe ligjbërjes që pritet të ndërhyjë për të rritur mbrojtjen e moshave fëminore nga sulmi dhe presioni që vjen prej botës digjitale.
Labova e Kryqit, një nga fshatrat më të veçantë të Libohovës, po të rej turist të huaj edhe këto ditë të ftohta dhjetori, fal natyrës, historisë dhe arkitekturës tradicionale që ajo ka. Banorët ruajnë traditat jo vetëm në kulinari, por edhe në mikpritje, ndërsa rritja e vizitorëve ka nxitur restaurimin e shtëpive dhe hapjen e bujtinave. Fshati po kthehet në një destinacion turistik ku tradita dhe zhvillimi ecin dorë për dorë. Labova e Kryqit, një nga fshatrat më të veçantë të Libohovës, të pret me qetësinë e saj karakteristike dhe historinë e pasur që ruhet ende në çdo gur të shtëpive të vjetra. E vendosur mes gjelbërimit dhe traditave të hershme të jugut, Labova mbetet një perlë e vogël që pakush e njeh sa duhet. Sa po hyn në fshat të shoqëron një atmosferë që të kthen pas në kohë. Që nga kisha e vjetër, rrugicat, portat karakteristike dhe mikpritja e njerëzve që e mbajnë ende gjallë shpirtin e një komuniteti të lashtë. Edhe pse koha ka ndryshuar shumë, banorët e Labovës së Kryqit vazhdojnë të ruajnë me fanatizëm traditat e tyre shekullore. Në familjet e vjetra gjen ende gatime tipike të zonës, punime dore, zakone të trashëguara dhe mikpritjen që është shenjë dalluese e këtij fshati. Labova ka qenë dhe ka mbetur dhe do mbetet gjithmonë me traditat e saj. Ka mikpritjen. Janë njerëz punëtor, janë njerëz të thjeshtë. Janë njerëz që të presin me gatimet e tyre tradicionale, me të gjitha llojat. Dhe kështu do ngelet gjithmonë. Por këtu ishte qendra e tregtisë të gjithë zonës së Lunxhërisë. Dhe martan fshatit është pazari i Lunxhërisë që e quanin. Pavarësisht tani që janë prishur, janë bërë toka prodhuese, nuk funksionon më ajo tregti që bëheshin në atë kohë. Tepelena, Saranda dhe Imara janë ndriçuar nga dritat festive duke hapur zyrtarisht atmosferën e festave të fundvitit. Sheshet dhe bulevardet kryesore të këtyre qyteteve janë transformuar në një mozaik ngjyrash me pemën gjigande të festave dhe dekorime të tjera. Tepelena është mbushur me shkëlqimin e dritave festive duke hapur zyrtarisht magjinë e festave të fundvitit. Sheshi, bulevardi kryesor dhe i gjithë qyteti janë shndërruar në një mozaik ngjyrash, ku pema gjigande e festave dhe dekorimet e reja sjellin një atmosferë të veçantë gëzimi. Fëmijët e qendrës kulturore Nimete Progonati, prindër, mysafir dhe qytetarë të Tepelenës, ndezën dritat që nisin këtë periudhë të bukur. Çiltërsia dhe entuziazmi i vogëlushve mbushën sheshin me gëzim e shpresë, duke na kujtuar se festat janë mbi të gjitha momente bashkimi e mirësie. Është ndriçimi i një viti të ri të mbarë të suksesshëm për të gjithë tepelenësit, special familjet e tyre. Uroj vetëm shëndet, mbarësi dhe vetëm të mira familjet e tyre. Gëzuar të gjithë. Kënaqësi dhe punuar të bashkë kryetarën e bashkisë për punuar bashkimi dhe vetëmëri, gëzuar jo vetëm të gjithë tepelenësve, por në rast të gjithë qarkët gjirokasën të rëmëgjë. Me ndezjen simbolike të dritave, qyteti Tepelenës i hap rrugën një atmosfere të ngrohtë e festive për pritjen e vitit të ri. Pas shumë ditësh përgatitje, Saranda ka mbritur në mbrëmjen e ndezjes së dritave të festës. Në shititoren e të mbushur me fëmijë të shoqëruar nga prindër dhe gjyshër, si dhe nga qytetarë të shumtë, çdo gjë ishte gati. Skenën e koncerteve rinore gjatë gjithë ditëve të kësaj jave, në mbrëmjen kulmore mbushën fëmijë të veshur si babagjysha dhe që mbanin simbole të tjera të festave të fundvitit, dhe aktori që simbolizonte vitin e vjetër në ikje. Në këtë atmosferë të gëzueshme i vendosur në skenë mes fëmijëve artista, qytetari i parë Olkjon Çaçi, i shoqëruar nga zërat e fëmijëve dhe publikut, dha sinjalin e ndezjes simbolike të pemës së stolisur, dhe ajo vesh e tëra me dritat shumëgjyshe. 3, 2, 1. It's the most wonderful time of the year. Ky moment i gëzueshëm solli performancën e këngëtarit të njohur Altin Goçi, i cili u shoqërua nga fëmijët e vendosur në skenë me këngë festive kushtuar Krishtlindjes dhe Vitit të Ri. Publiku gjithashtu përfshi në tingujt e gëzueshëm të një mbrëmje argëtuese për çdo moshë. Me ndezjen simbolike të dritave të pemës, Saranda shënoi nisjen e sezonit të fundvitit. Me tregun e Krishtlindjeve përgjatë shëtitores dhe funksionimin e strukturave hoteliere më cilësore, Saranda po konfirmohet edhe këtë vit për të shërbyer si një destinacion dimëror.
Himara ka ndezur dritat e festave dhe pemën e Krishtlindjeve duke sjell një atmosferë të ngrohtë dhe plot gjallëri në sheshin kryesor të qytetit. Fëmijët me këngët dhe energjinë e tyre dhuruan një koncert festiv që emocionoi të pranishmit dhe i dha aktivitetit një gëzim të veçantë. Qytetarë të shumtë të mblodhën për të ndarë këtë moment simbolik të fillimit të festave. Kryetari i bashkisë Vangel Tavo bëri numërimin mbrapsht dhe ndezi dritat duke uruar banorët e Himarës dhe shqiptarët kudo që ndodhen për festa të mbara dhe të gëzuara. Në emër të bashkisë së Himarës, uroj nga zemra, gëzuar përshëndetje dhe vitin e ri, me shëndet, paqe dhe begati për çdo familje. 3, 2, 1. Gëzuar. Në Pallatin e Kongreseve ka nisur përgatitjet intensive për festivalin e 64 të këngës në radio-televizionin shqiptar. Skenografia punuar me mjeshtëri nga Albi Tifliku po merr formë dita ditës duke sjell element vizual që synojnë të theksojnë bukurinë dhe emocionin e performancave të artistëve gjatë 4 netëve të festivalit. Biletat për natën e parë dhe të dytë të Fest 64 janë tashmë të disponueshme online në myticket.al, ndërsa ditët e tjera mund të tërhiqen fizikisht pranë Pallatit të Kongreseve. Në Pallatin e Kongreseve ka nisur përgatitjet intensive për festivalin e 64 të këngës në radio-televizionin shqiptar. Skenografia që i është besuar Albi Tiflikut po merr jetë dita ditës me element vizual që synojnë të nxjerrin sa më bukur performancat e artistëve gjatë 4 netëve të festivalit. Skenografia Fest 64 këtë vit vjen shumë moderne, vjen në një formë installative. Skenografi Tifliku zbulon dhe disa element të skenografisë të Fest 64. Dëshira e madhe është orkestra të hypi në një pedestal shumë të lartë, të ndahet të gjitha në një shkallare shumë të madhe, dhe absolutisht edhe pjesa teknologjike që e filluam vjet me tavanin kinetik, që do e kemi edhe këtë vit në një formë tjetër me disa aksesor. Kemi vënë në funksion shumë të rëndësishëm edhe shkallën, ku kemi dëshirë shumë të madhe që prezantuesit dhe të ftuarit të na vinë nga poshtë. Pra në një formë do i zbulojmë, do dalin, ashtu si që duhet të jetë gjithmonë, domethënë të na vinë sa më bukur. Biletat e natës së parë dhe natës së dytë të Fest 64 tashmë mund të blihen në platformën online myticket.al, ndërsa në ditët në vijim mund të tërhiqen fizikisht pranë Pallatit të Kongreseve. Festivali i 64 të këngës në radio-televizionin shqiptar mbahet nga data 17 deri në datën 20 dhjetor dhe do të vinë në moterimin e Salsano Rapit dhe Arilena Arës. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë. Miru takofshim.